kuptojmë. Lëvizja Vetëvendosje ka hup shumë polë zgjedhje dhe u bë shumicë. Edhe partitë opozitare ndoshta duhet të humbin disa polë zgjedhje për të bërë shumicë. Sepse duhet të kuptojnë ciklin e alternimeve të pushteteve. Po duhet ta ndryshojnë çështjen. Po nëse rrin këtë duar kryq, kjo vetëm ja zgjat mundësinë e qëndrimit. Ka shumë ka pas hapësirë për veprim. Dhe ky rezultat është ndër të tjerë, absolutisht. Po ka shumë ka pas hapësirë për veprim të partive opozitare që mos më pasin rezultate të tilla, po nuk kanë reaguar. Për shembull, gjithmonë ka përgjatë qeverisë së zotit Kurti ka pasur angazhim të sindikatave të pavarura, sindikata të sektorit privat e publik, por që partitë politike opozitare asnjëherë, asnjëna, as PDK, as LDK nuk janë rreshtuar së bashku me sindikatat. E qysh presin partitë politike që të dyjat, këto që të marrin në mbështetje prej punëtorëve të sektorit privat dhe sektorit publik. Disa herë ka pas angazhime, protesta të punëtorëve të arsimit, punëtorëve të sektorit privat dhe partitë opozitare nuk kanë lëviz në këtë drejtim, që nuk mjafton ti me dalë e më majtë konferenca për shtyp për publikun edhe me bind votuesin. Votuesi don veprim politik, e që në këtë rast ndoshta do duhet t'i bashkangjitej protestësh, do duhet ta mbështeste protestën në forma të ndryshme, por jo që të qëndroj e heshtun me një konferencë për shtyp edhe ta deklaroj se po e mbështet. Nuk ka logjik kjo. Shtetari don veprim politik për më ta dhënë në fund të besimin. Që në këtë rast partitë opozitare nuk e kanë vënë edhe kanë këtë rezultat fatkeqësisht. E bjen që partitë e opozitës nuk kanë dashur që të bëjnë një opozitë me protesta, ashtu siç e kishte bërë dikur Lëvizja Vetëvendosje, apo thjesht nuk dinë që të bëjnë opozitë, duke qenë se janë që një kohë shkurtër, sepse e dim se PDK-ja dhe LDK-ja për një kohë më të gjatë kanë qenë. Partitë politike opozitare duhet ta dinë që nuk mund ta mposhtin Lëvizjen Vetëvendosje pa ballafaqim publik edhe politik. Për shembull, Partia Demokratike e Kosovës e ka pas një prej ekonomistëve më të zëtë kandidat për kryeministër e Kosovës. Por që edhe zoti Hamza ka hezituar që ndoshta të ballafaqohet prej shkurtit deri tash ka 3 dalje publik. Po. Dhe tash normalisht që kjo ndikon. Për shembull, tërheqja e zotit Hamza në Mitrovic pas humbjes në Shkurt, normalisht që kjo ka dëmtuar në garën zgjedhore. Për dallim nga Lidha Demokratike, për cilën në fakt përveç disa aderimeve që mendoj që i ka pas mira, nuk është që ka lëviz absolutisht e ka këtë rezultat. Për matutje edhe sjellja e leadershipit të Lidhës Demokratike në raport me strukturën e vjetër, pavarësisht se e dojmë ose a na pëlqen ose nuk na pëlqen neve, është e gabuar dhe e ka si pasojë kësaj e ka këtë rezultat. Për shembull, largimi edhe injorimi i strukturave të vjetra në këtë rast i zotit Veliu, i zotit Hyseni dhe disa personaliteteve të tjera, normalisht që ndikon në rezultatin e Lidhës Demokratike të Kosovës. Për shembull, gjatë fushatës ne e pam zoti Kurti shkoi dhe takoi Ekrem Kryeziu në Prizren. Zotriu atje është një personalitet i cili ka bagazh politik edhe elektoral. Çka ka ndodhur me Lidhën Demokratike të Kosovës, në këtë rast me leadershipin e LDK-s, po i njëjti e ka injoruar. Mandej nuk e ka futur në listën për deputet një prej kandidatëve që është më me potencial, ndoshta në listën njëri prej më me potencial në listën e Lidhës Demokratike do të kishte qenë do t'jagim Veliu, që unë besoj që në listën e LDK-s zoti Veliu do të bëhej deputet. Pa asnjë problem. Dhe disa personaliteteve të tjera. Dhe në këtë formë besoj që LDK-ja e ka këtë rezultat dhe siç po shihen veprimet e deri tanishme pas humbjes që e ka psu LDK-ja edhe rëmjes të rezultatit nga nënë Shkurti, besoj që LDK-ja do ta ketë vërtet problem që të këndellet. Po, pati realisht një koment edhe nga vetë kryeministri Kurti në lidhje me një analizë që ja bëri LDK-s, tha se elektorati, pjesa njerëzve që kanë dashur